Përshëndetje të nderuar shikues. Lëvizja vetëvendosje ka dështuar sërish të zgjedhë Albulena Haxhiun, kryetare të kuvendit, në tentimin e 4. Emri i Haxhiut u propozua edhe të premten më 25 prill nga nën kryetari i lëvizjes vetëvendosje Glau Konjufca. Konjufca kërkoi mirëkuptimin e deputetëve për siç tha është bllokimin e situatës. Emri ynë i vetëm është Albulena Haxhiu për kryetarët të Kuvendit të Republikës Kosovës. Ju kërkoj mirëkuptimin e juaj që t'i kontribuoni zhbllokimit të kësaj situate në cilën kemi mbetur, ashtu që të mund të kalojmë në faza të tjera dhe të zgjedhjes së nënkryetarëve të Kuvendit të Republikës Kosovës. Para se të nisë votimi, edhe Dehari kërkoi mirëkuptimin e deputetëve për zhbllokim të situatës me 118 deputet pranishëm në sallë. Albulena Haxhiu mori 57 vota për, 47 kundër dhe 3 abstenime. Seanca vazhdon të dielën në orën 10. Sërish kemi rezultatin për 57 vota, 27 janë kundër, kemi edhe 3 abstenime. Në bazë të kësaj, kandidatja nuk votohet dhe detyrohemi ta ndërpresim seancën. 27 prill, sërish në ora 10, shihemi përsëri. Më nuk më takon ta imponoj votimin, por do t'ishte mirë të ketë mirëkuptim që ta zhbllokojmë këtë situatë, se vërtet qytetarët po presin që të krijohen institucionet e Kosovës. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Kurram Murati ka theksuar se zgjedhjet janë opsioni i fundit dhe se lëvizja vetëvendosje nuk ka qëllim që vendin ta çojë në zgjedhje. Sipas tij, në këtë fazë shumicën se kanë as partitë e tjera. Lëvizja vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve që sapo janë certifikuar pra nga KQZ-ja, zgjedhjeve të fundit e ka të drejtën e propozimit të kandidatit, pra sipas kushtetutës, kandidatit për kryetar të kuvendit, dhe këtë të drejtë e ka shfrytzuar duke e propozuar zonjën Albulena Haxhiu. Pra mos të harrojmë edhe një herë, sepse kundërshtit që po bëhen më tepër janë taktizime se sa që kemi të bëjmë me ndonjë arsye konkrete. Albulena Haxhiu është gruaja më e votuar në zgjedhjet e fundit. Pra ka çdo të drejtë dhe është larg mendsh të thuhet që nuk plotson kritere apo nuk plotson kushte. Realisht kushtin për çfarë do pozite brenda kuvendit, sipas kushtetutës e plotson kushdo që është deputet. Pra ky është kushti minimal. Po ne kemi shkuar edhe më tutje, pra kemi propozuar gruan më të votuar në zgjedhjet e fundit. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memili Krasniqi ka thënë se vetëvendosja po e bllokon qëllimisht konstituimin e kuvendit sepse nuk i ka numrat për qeverinë. Ai ka përsëritur se vetëvendosje duhet ndrroj propozimin për kandidatën për krye parlamentare e jo të veproj për teke të një personi. Besoj se është e qartë për secilin që blokada është e qëllimshme dhe po vjen nga ana e lëvizjes vetëvendosje si partia e parë, cilës i takon që ta propozoj kryetarin e kuvendit. Kjo vërtet është tashmë komplet e pa kuptim, është e turpshme që për teke të një personi, të një kandidatit, të një deputeteje, me mbet peng shtetit. Kjo është peng marrje e shtetit Kosovës për tekat e një partije dhe të një njeriu e të një kandidateje. Sikur dëshironin zgjidhje, kam pas mundësi edhe sot, kam pas mundësi edhe partije, kam pas mundësi edhe para 4 ditësh, njëjtën mundësi e kanë edhe pas nesër, që ta ndrojnë kandidatin sepse nuk imponohet kandidati kurse ki shumicën parlamentare. Problemi themelor pra është që këta s'kanë shumicë parlamentare, nuk kanë numra, si që thuhet, për ta bërë qeverinë dhe fakti që Albin Kurti s'mundet me qenë kryeminist i ardhshëm i Kosovës, është duke mbajt peng edhe kuvendin, edhe institucionet, edhe shtetin tonë dhe popullin tonë. Kjo vërtet është e papranueshme. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës Doarsa Kica Xhelili thot se si parti nuk mund të bëjnë kompromis për një figurë e cila është e papranueshme për LDK-n. Kica Xhelili pas dështimit seancës konstituive tha se nuk po sheh gatishmëri nga lëvizja vetëvendosje për konsensus dhe zgjidhjet kësaj situate. Po partitë të tjera politike të cilat duken të gatshme të krijojnë një konsensus të tillë politik,
por çka unë nuk kam parë ndonjë parafrem apo gatishmëri nga partia fituese që të bisedojmë me ato parti politike të cilat janë të gatshme për një konsensus. Lëvizja vetëvendosje duhet kuptoj është që kuvendari duhet të jetë përfaqësues i denjë kuvendit Republikës Kosovës, jo përfaqësues politik. Dhe mendoj që këta po e dëshmojnë në vazhdimsi edhe përmes kryesuesit teknik Dehari, që nuk i kanë të qarta rolet në kuvendin e Republikës Kosovës. Mua më vjen keq që situata është e tillë, sepse qytetarët presin megjithatë që institucionet të themelojnë sa më shpejt, por duhet gjithashtu ta mirëkuptojnë qëndrimin e lidhjes demokratike të Kosovës. Nuk mund të bëjmë kompromise për një figurë që për ne është e papranueshme, duke pasur parasysh qasjen e saj ndaj vetë institucionalizmit dhe shtyllave demokratike të Republikës Kosovës. Kryetari i Nismës Social-Demokrate Fatmir Limaj deklaroi se nuk kanë marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje. Ai pas dështimit për zgjedhjen e kryeparlamentarit tha se është e qartë që partia që i ka fituar zgjedhjet nuk i ka votat. Partia që ka fituar zgjedhjet nuk ka votat. Do të uli shumicë e cila do të siguronte themelimin e sesioneve. Prandaj A jeni ju në këtë rrugë për t'ia siguruar? Kemë marrëveshje me këtë. Ai ka thënë në takim, se po flitet pa ta konfirmuar që jeni takuar ju, cili ajo që po më thanë nuk kemi asnjë marrëveshje. Dhe siç e themi çdo herë, këto punë bëhen përmes marrëveshjeve të politike. Ne nuk kemi marrëveshje me asnjë. Kandidatja e propozuar nga vetëvendosje për kryetaret kuvendit Albulena Haxhiu ka thënë se nëse nuk konstituohet kuvendi, atëherë vendi do të shkojë në zgjedhje. Haxhiu tha se janë të gatshëm që të flasin me partitë e tjera për datën e zgjedhjeve. Se tashmë e ka dhënë qartë qëndrimin e saj, duke që ka mungesë të vullnetit që të konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës, por ne jemi shumë të gatshëm që t'i presim partitë politike që të flasin me to për datën e zgjedhjeve. Në qoftë se ata refuzojnë që ta konstituojnë kuvendin e Republikës së Kosovës, atëherë është e qartë që vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Lloria Kushtetuta e Republikës së Kosovës parashet që duhet të jenë 61 vota për kryetarin e kuvendit, por njësoj vlen edhe për nënkryetarët e kuvendit. Sipas kësaj logjike i bie që në qoftë se ata refuzojnë që të votojnë propozimin e lëvizjes vetëvendosje, atëherë ku do t'i marrin ata 61 vota për ta votuar në kryetarin? Nuk është që shakto do të largoheni as do të largoheni. Vetëvendosja ka qëndrimin e qartë. Prandaj është e rëndësishme që të zhbllokohet kuvendi. Besoj që qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë tepër të rëndësishme që të konstituohet kuvendi dhe të votohet qeveria e re. Por nuk E deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Beg Berisha është deklaruar se nuk po ka strategji për zgjidhjen e këtij ngërçi derisa kanë mbetur kështu. Ai thotë se do ta votonte dhe fitore Pacollin për kryekuvendare. Pas përfundimit për sot të seancës konstituive, Berisha tha se vullneti i popullit duhet respektohet dhe kryetari i kuvendit Kosovës t'i takojë lëvizjes vetëvendosje. Nuk ka kush ndaj strategji ose ndaj taktik, po veç jemi mirë qështu kjo të shku në rrjedhën e vetë. E keni pa mas pari me atë konfirmimin që na jem 6 deputet edhe që ata nuk e votu. Ta është i poshrije që veç për 2 milion qështu. Kjo pesha e fajit ma madhe të këtyne që i kanë 42 vota plus me ata aleat të vetë. Po mdoket që tash popullit Kosovës, me thëmë, qashtu që shkini votu, që ati që ja keni dhonë shumicën, menoj që duhet edhe kryetari i parlamentit mu zgjedh qashtu që shkanë votu populli Kosovës. Edhe nuk mujmë na me ndryshu. Për besë, unë jam të qyrë edhe fitore Pacollin e kësha votu. Edhe kësha votu edhe në një tjetër. I ka pas do probleme me toka që aty me megja, unë jam ka gja praktik. Kjo është kushtetuese, ju takon atyne, që po më intereson mu janë dhe që i mozhin vetëvendosje. S'kan dollë le të qetë, t'ja votojmë edhe të kalojmë le të konsumon Albin Kurti që atë pjesën e vetë të formimit qeverisë. Për besë dile nuk dija marrë pjesë ma.
Pas seancës, partitë akuzuan vetëvendosjen për blokad, ndërsa nga kjo e fundit, më saktësisht deputetja Mimoza Kusari Lila paralajmëroi zgjedhje përmes një interpretimi të saj. Kusari në deklarimin e saj para mediave tha se situata e tanishme në të cilën gjendet kuvendi s'mund të shkojë në pafundësi, duke përmendur një afat kohor prej 30 ditësh, brenda së cilit sipas saj duhet konstituohet kuvendi ose vendi shkon në zgjedhje të reja. Rreth kësaj është prononcuar njohësi i këtyre çështjeve Eugen Cakolli. Ai hodhi poshtë deklarimet e Kusarit, duke thënë se gjykimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014 thekson se mos konstituimi i kuvendit nuk prodhon zgjedhje të reja. Deklarimet e Kusarit Cakolli cilësoi si të paqëndrueshme, duke thënë se afati 30 ditor është për thirrjen e seancës e jo domosdoshmërisht për konstituimin e kuvendit. Qytetarët e Republikës Kosovës mund të udhtojnë tash tutje pa viza dhe në Malajzi për një periudhë që nuk te i kalon qëndrimin prej 30 ditësh. Këtë e bëri të ditur përmes një postimi në rrjetin social Facebook Ministrja në detyre punëve të jashtme Donika Gërvalla. Sipas saj, me këtë vendim listës shteteve ku qytetarët e Republikës Kosovës mund të udhtojnë pa viza i shtohet edhe Malajzia. Disa persona janë shoqëruar në policin nga aksioni policor i cili u realizua sot në Kaçanik. Siç merr vesh Radio Televizioni 21, ky aksion lidhet me rastin e vrasjes së reshterit Muhamet Lika. Lajmin për zhvillimin e këtij aksioni policore e konfirmuan edhe nga Policia e Kosovës, por pa dhënë detaje shtesë. Aksioni policor sërish në Kaçanik lidhur me rastin e vrasjes së reshterit Lika, ndryshe ditë më parë. Policia e Kosovës kishte zhvilluar një aksion të gjerë në Kaçanik, ku më shumë se 5 persona u arrestuan si dyshuar për përfshirje në vrasjen e reshterit policisë Kosovës, Muhamet Lika. Ministri në detyri punëve të brendshme Xhelal Cveçla deklaroi se ka arrestime të reja që lidhen me vrasjen e reshterit Muhamet Lika. Ai theksoi se operacioni i policisë Kosovës në Kaçanik po vazhdon dhe numri i të arrestuarve nuk dihet. Ai tha se Inspektorati Policor i Kosovës është duke zhvilluar hetime derisa u pyet se sa personat arrestuar janë në liri. Bashkëpunimi publik se ka arrestime të reja, numrin përfundimtare ende nuk dihet, për shkak se aksioni është duke vazhduar. Gjitha institucionet ligjbashkëse janë vendosura që të luftohet çfarëdo lloj ekstremizmi apo dhune e cila dëmton institucionet dhe pjesëtarët e saj, por po ashtu edhe vetë popullin tonë. Inspektorati Policor i Kosovës është duke zhvilluar hetime lidhur me këtë informat. Kur të kemi të dalur atë nga këto hetime, pastaj do marrim masë. Bashkësia Islame e Kosovës ka dënuar ashpër vrasjen e reshterit policor Muhamet Lika në Kaçanik. Për këtë qëllim, imamët fetar kanë thënë se zëri i ligjit dhe i drejtësisë duhet jetë më i fortë se çdo përpjekje tjetër, thuhet në njoftimin e Bikut. Sipas tyre, tentimet për ta lidhur këtë krim, siç thon ata, për kinse motive fetare, më së shumti i shkojnë për shtati atyre që e kanë kryer krimin. Bashkësia Islame e Kosovës ka thënë se duhet mbështeten institucionet në zbardhjen e vrasjes së reshterit Lika. Misioni i OSBE-s ka reaguar pas mbylljes së objekteve paralele të Serbisë në Shtërpsle Leposaviç më 23 prill. Sipas tij, mbyllja e tyre ka ndikuar dhe në shërbimet e një qendre për mirëqenie sociale. OSBE ka thënë se ndërprerja e qasjes në shërbime thelbësore pa ofruar alternativa të qëndrueshme ndikon në mënyrë disproporcionale tek komunitetet jo shumicë dhe rrezikon të përkeqësoj tensionet ekzistuese, thuhet në njoftim. Nëpërmjet një aksioni të gjerë, policia ka mbyllur të mërkurën disa institucione paralele të Serbisë në komunën e Shtërpsës dhe atë të Leposaviçit në veriun e banuar kryesisht me serbë. Kryetari i Aleancës së Bizneseve Agim Shahini tha se paralajmërimet për mbylljen e programit amerikan MCC vjen në vazhdën e lajmeve të këqija për vendin. Sipas Shahinit, pas mbylljes së USAID-it, mbyllja e programit të MCC-s është goditje tjetër për ekonominë e Kosovës, marrë parasysh edhe masat ndëshkuese të BE-s në të cilat ndodhet Kosova.
Pa lajmërimet se edhe fondet e MCC-s janë në një fazë kritike, për Kosovën do të thotë një humbje e mbi $220 milion, por kjo është mënyrë zinxhirore pas humbjeve të një pasnishme që i kemi edhe nga EU-ja, sankcionet ekonomike që janë rreth €1 miliard. Prandaj Kosova do duhet që të përmirësoj sa më shpejt imazhin e vet në drejtim të miqve ndërkombëtar, të fondeve të ndryshme për të ecë përpara me grante, kredite buta dhe mbështetje financiare për ekonominë dhe gjithë Kosovën. I përmendet masat, por kur ja shtojmë edhe ndaljen e USAID-it, a ngulfat kjo edhe më tutje ekonominë e Kosovës? Kosova është një vend që mund të jetë përfituesi më i madh i gjitha fondeve nga klubet të ndryshme financiare, nga organizatat të ndryshme ndërkombëtare, nga shtetet të ndryshme miqësore që kemë raporte të mira me ta, por në këtë rast Kosova është ndoshta edhe humbësi më i madh, duke i përmendur fondet e mahershme, por edhe ato të USAID-it që kanë qenë një nga mbështetësit shumë të fuqishëm dhe kredibil, qoftë për administratën shtetërore, qoftë për ekonomitë private dhe bizneset të ndryshme. Prandaj qeveria e re do duhet që ta ketë prioritet riprogramimin dhe rifillimin e negocimit me gjithë faktorët dhe miqtë ndërkombëtar për të dalur nga sankcionet, për të fituar nga fondet dhe shtetet e ndryshme që kanë fondet e lira për investime të ndryshme në Kosovë, dhe qeveria e re do duhet të jetë në frymen evropiane, në frymen e demokracisë amerikane, në mënyrë që ne të dalim nga izolimi dhe ne të kena mundësi të rënditëm me shtetet e ndryshme demokratike dhe mbështetëse që janë për demokracinë, ekonominë dhe zhvillimin. Hashim Thaçi ka deklaruar se është i pafajshëm për formën e re të përgjegjësisë për nxitje, e cila i ushtua pas një vendimi të apelit në rastin e tij kundër administratës së drejtësisë. Në këtë rast ai është i akuzuar së bashku me Bashkim Smakajn, Fadil Fazliun, Isnikilajn dhe Hajredin Kuqin. Deklaratën e tij Thaçi e ka dorëzuar me shkrim përmes mbrojtjes më 24 prill 2025. Në përputhje me rregullën 92 të rregullores procedurës dhe provave, deklarata me shkrim e zotrit Thaçi për mospranimin e fajësisë për secilën pikë të akuzës në aktakuzën e rikonfirmuar të ndryshuar, përfshir edhe formën e shtesës së nxitjes për pikat 1 deri në 3, është e bashkangjitur me këto parashtresa, thuhet në njoftimin e mbrojtjes së Thaçit. Të jetosh nga arti në ditët e sotme është mjaft e vështirë në krejt botën. Vështirësitë rriten edhe theksohen kur bëhet fjalë për një vend me ekonomi si Kosova, ku arti mund edhe të mos vlerësohet. Arti lejon shpirtit krijues mundësi të mëdha shprehjeje dhe subjektivitet që vështirë arrihen në sfera të tjera të punës. Arti shtrihet në disa shtylla të tij, si arti muzikor, letrar dhe teatror. Çdo secili ka peshën e vet dhe kontributin në zhvillimin e përgjithshëm kulturor të një vendi. Duke marrë parasysh ëndrat, përkushtimin, arritjet akademike, sfidat financiare dhe vështirësitë gjatë rrugës për të kulorzuar atë që buron nga brendia e shpirtit krijues. Ajo që ne duam të dimë është sa vlerësohet të qenurit artist. Menoj që jo mjaftueshëm, tash po foli për muzikë klasike. Besoj që është komunitet pak më i vogël se sa që i zhduf me kohën. Sa i përket zhanreve tjera, po, menoj që vlerësohet, po prap nështë ajo deri në atë nivel, sigur nështë ajo është vlerësu dikon jashtë.
Se nuk vlerësohet në nivelet e dëshiruara, na tregon edhe Albani duke treguar se çka po e pengon zhvillimin e mirëfillt artistik. Do shta duke pas edhe shumë prodhime televizive, cilat janë këto serialet e shumta që realizohen, atëherë mundësia jote për me shfaqat më të mirën tonë mirëfillten artistike mundet më limitu në disa raste. Artin letrar në Kosovë, sipas Granitit, e pengon krahas të tjerave mos leximi i librave, çka krijon një hallk problematike me shtëpitë botuese dhe libraritë. Që fatkeqësisht sot në Kosovë lexohet shumë pak dhe me që lexohet shumë pak, kjo sjell vështirësi edhe të shtëpitë botuese. Dhe jo vetëm, por shtëpitë botuese duke qenë në hall me libraritë të ndryshme nëpër qytete të cilat nuk shiten librat që botohen, atëherë detyrohen të minimalizojnë numrin e tirazhit të librave. Duke pasur parasysh emrat e aktorëve, muzikantëve dhe shkrimtarëve që kanë lënë gjurmë në jetën kulturore dhe artistike të vendit tonë, a ka hapësirë sot në skenën tonë artistike për gjeneratat e reja? Hapësirë ka në ambientet ku kultivohet letërsia, qofshin ato ambientet shkollore ku mësohet letërsia, qofshin ato ambientet e fakulteteve të ndryshme, brenda universitetit apo jashtë tij, ku shkrimtarët e ri mund të kenë hapësirë ta shprehin afinitetin e atyre krijues, mirë po mendoj që prapë kjo nuk është gjithsesi mjaftueshme. Ka raste kur nisma duhet të jetë individuale që t'i krijosh vetvetes hapësirë. Menoj që ka, po. Menoj që ndoshta fillimisht duhet mu angazhu vetë, për shembull nëse është puna të koncertit, mu angazhu me marrë koncerte vetë, po besoj që edhe festivalet e japin një përkraje për artistat e ri. E hapësira ekzistente nuk përjashtohet as në rrafshin teatror. Ka, nuk mundem të thonë që nuk ka, ndoshta nëpërmjet thirrjeve publike që bëhen, qoftë nga komuna, qoftë nga ministria ose institucionet e tjera, lejohet një farë mundësie që ti me jetësu idenë tonë, me e bo realitet. Arti, i cilës do fush, është pasqyrë e kulturës së një vende. Prandaj vlerësimi dhe rritja e veprimtarive artistike nuk duhet të mungojë. Të nderuar shikues, vazhdoni të qëndroni me programin ton. Mirupafshi.